Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, inshallah, sot do të flasim për kuptimin e ajetit 177 i surës Al-Baqara. Në këtë ajet, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Mirësia nuk është të kthyrit e fytyrës suaj për nga lindja dhe perëndimi, por mirësia është cilësi e atij që beson Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët, e atij që me vullnet, me dëshirë, jep nga pasuria vet për të afërmit, jetimët, të varfërit, udhëtarët e mbetur në rrugë, lypsit dhe për lirimin e të robëruarve, cilësia e atij që fal namazin dhe jep zakatin, dhe e atyre që i plotësojnë premtimet kur marrin përsipër diçka, dhe atyre që durojnë në kohë skamjeje, sëmundjeje dhe lufte. Këta janë besimtarët e vërtet dhe këta janë ata që janë të devotshëm dhe i friksohen Allahut. Ky ajet madhështor konsiderohet nga dietarët si një përmbledhje e plot e kuptimit të vërtet të fesë dhe të moralit islam. Ajeti sqaron se mirësia, pra feja, apo të qenit njeri i mirë, nuk është forma e jashtme e as ritualet, si që është drejtimi pra nga lindja, perëndimi, apo falja e namazit, por mirësia dhe të qenit njeri i mirë është kur besimi i drejt bashkohet me veprat e mira e të sinqerta. Kjo do të thotë se feja nuk është vetëm dukje, nuk është ritual, por feja është zemër, besim, vepër e mirë dhe moral i lartë. Si të gjitha ajetet e Kuranit të shenjtë, edhe ky ajet i begat përmban mësime mjaft të vlefshme, të cilat janë në përputhje me çdo kohë dhe vend, si dhe janë në përshtatje me natyrën e çdo njeriu. Ndër ato mësime të këtij ajeti janë:
Mësimi i parë është besimi i vërtet. Ajeti fillon pra me themelet e besimit, që janë besimi në Allahun, besimi në botën tjetër, besimi në engjujt, besimi në librat e Allahut dhe besimi në profetët. Kjo tregon se çdo vepër pa besim të drejtë, të sinqert, është e paplot. Një besimtar i vërtet ka bindje të plot në të gjitha shtyllat e besimit dhe nuk ka besim të pjesshëm. Pra, të besoj në disa nga këto shtylla dhe të mos besoj në të tjerat. Besimi është çelësi i lumturisë në këtë jetë. Besimi është ai që ne na mbron nga të këqijat, nga rreshqitjet në humnerën e mëkateve të gjunaheve. Besimi është ai që na jep forcë, na jep shpresë për një të ardhme pra më të mirë. Besimi është ai që na afron me krijuesin ton. Besimi është ai që na afron edhe me krijesat. Besimi është ai që na bën të dashur, na bën të butë, të dëmshëm. Mësimi i dytë që mësojmë nga ky ajet i begat është bamirësia dhe solidariteti shoqëror. Nga ky ajet pra mësojmë që jo vetëm të japësh, por të japësh nga ajo që e do. Dhe për kategori konkrete njerëzish, siç janë pra të afërmit, jetimet, të varfërit, udhëtarët, nevojtarët dhe lirimi i të robëruarve. Kjo tregon se feja është aktive në shoqëri dhe nuk është diçka vetëm personale. Gjithashtu, kjo tregon se feja na mëson pra mëshirë, dashuri, dhemshuri dhe solidaritet. Nga ky ajet mësojmë pra se mirësia lidhet me ndihmën konkrete ndaj të tjerëve, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Sepse Kurani na thot, pra, bëni vepra të mira. Dhe për veprave të mira, të shpërblyera, është edhe bamirësia dhe solidariteti shoqëror. Kështu na edukon Kurani, kështu na edukon feja. Pra të jemi gjithmonë pranë nevojtarëve, pranë të varfërve. Mësimi i tretë që na mëson ky ajet është adhurimi. Ajeti përmend faljen e namazit dhe dhënien e zakatit. Ajeti na mëson se lidhja me Allahun duhet të jetë e vazhdueshme dhe e disiplinuar. Kjo lidhje arrihet me faljen e namazit që besimtari e kryen 5 herë në ditë. Dhe gjithashtu edhe gjatë natës, pa me namazin e natës, pa namazet vullnetare. Po ashtu, ajeti na mëson që të mbajmë lidhjet edhe me njerëzit nëpërmjet dhënies së zakatit. Të mos jemi kopratës, të mos jemi dorështërnguar. Dhënia e zakatit është detyrë, obligim, është farz. Për ata pra që Allahu i ka mirësuar, i ka begatuar. Sikur të jepej zakati ashtu siç thot, siç na urdhëron
Allahu fuqiplot, nuk do të shikonim të varfër, të uritur, të zhveshur, të zbathur në asnjë vend të botës. Por fatkeqësisht, shumica nuk e njohin urtësinë e dhënies së zakatit. Shumica kanë frikë të japin sepse u paksohet pasuria. Por harrojnë se kush u dha të pasuri, nëse jepet me sinqeritet, Allahu e shton më shumë. Bamirësia e shton pasurinë dhe jo e pakson. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, ka thënë: njeriu më i mirë është ai që e dobër adhurimin, e përqafon ato, e do me zemrën e tij, angazhohet me të me trupin e tij dhe i përkushtohet plotësisht atij për adhurimit. Ai njeri nuk shqetësohet se si e gjen veten në këtë botë, qoftë në vështirësi apo në lehtësi, sepse ky njeri pra është i lidhur me krijuesin e tij pra nëpërmjet adhurimit që bën. Po ashtu duhet kuptuar se adhurimi nuk është thjesht vetëm e vetëm falje namazi apo agjerim apo shkuar në haxh. Fjala e mirë është adhurim. Veprat e mira që bëjmë për hir të Allahut janë adhurim. Në hadithe thuhet edhe shikimi në fytyrën e dietarit është adhurim. Përkthjelja e një jetimi është adhurim. Prandaj adhurimi në Islam ka një kuptim të gjerë dhe nuk përfshin vetëm e vetëm pra namazin, agjerimin, haxhin, zakatin apo urdhërimin në të mirë, ndalimin nga të këqijat. Mësimi i katërt që na mëson ky ajet i begat është morali dhe përgjegjësia. Këtu përfshihen pra mbajtja e premtimeve dhe sinqeriteti në përgjegjësi. Besimtari nuk është vetëm adhurues, por besimtari i vërtet është i besueshëm dhe i përgjegjshëm në marrëdhënie me të tjerët. Besimtari kurrë nuk e tradhton amanetin. Ai e ruan si sytë e ballit dhe ja kthen të Zotit të tij. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: nuk ka besim ai që nuk ka amanet. Pra, ai njeri që nuk e ruan amanetin, nuk e mban amanetin, ai pra që e trajton amanetin, ai nuk ka besim. Imam Aliu, paqja qofshin mbi të, ka thënë: më e mira e besimit është amaneti dhe më i shëmtuari i moralit është tradhtia. Dhe mësimi i pestë që mësojmë nga ky ajet i begat është durimi. Durimi është prova reale e besimit. Besimtari është i durueshëm në varfëri, në smundje, në vështirësi. Allahu i quan këta të sinqert, të vërtet në besim, të devotshëm. Pra, ky është ai standardi i besimtarit, pra, të plot, të sinqert. Ai pra është i durueshëm, i përgjegjshëm, i devotshëm. Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, me të vërtet fitoria është me durimin, lehtësimi vjen pas vështirësisë dhe me
dhe pas çdo vështirësie ka lehtësi. Imam Jafar Sadiq, paqja qoftë ka thënë, durimi në besim është si koka në trup. Kur largohet koka, largohet edhe trupi. Po kështu, kur largohet durimi, largohet edhe besimi. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje të temës themi se ky ajet na thot se feja nuk është vetëm ritual, por është jetesë e plot bazuar në ligjet dhe udhëzimet e krijuesit fuqiplot. Na thot se besimi duhet të shfaqet në vepra konkrete. Siç thot një i urt, mos më flit shumë për fenë dhe besimin, por më lër ta shikoj fenë dhe besimin në sjelljen tënde. Ajeti na thot se nuk mjafton të dukesh i mirë, por duhet të jesh i mirë. Ajeti na thot se mirësia është balans mes zemrës, mendjes dhe veprës. Ky ajet është jashtëzakonisht aktual dhe është kundër formalizimit të fesë. Sot shumë njerëz fokusohen te pamja jashtme, te veshja, rituali e të tjera, si dhe te debati për gjëra dytësore, ndërsa ajeti na kujton se thelbi është besimi dhe morali, jo vetëm forma e jashtme. Feja ka ardhur ta edukoj shpirtërisht njeriu, ta pastroj nga të këqijat, nga të ndytat, ta bëj pra të denj për veten e tij, për familjen dhe për shoqërinë. Ajeti pra fton për ndihmë ndaj të tjerëve. Në një botë me varfëri, emigracion, pa drejtësi sociale, ky ajet na thret të jemi aktiv në ndihmë dhe të ndjeshëm ndaj vuajtjes së të tjerëve. Në kohën tonë shohim mosmbajtje të premtimeve, shohim mashtrime dhe mungesë besimi mes njerëzve. Ajeti vendos standard se besimtari është i besueshëm, i përgjegjshëm dhe i drejtë, dhe të tillë duhet të jenë të gjithë, të mbajnë premtimet, të largohen nga mashtrimi, nga gënjeshtra. Ajeti fton në përballimin me durim të vështirësive që na godet, siç janë pra stresi, sëmundjet, krizat ekonomike e tjerë. Ajeti na mëson se durimi është pjesë e besimit dhe nuk është dobësi. Ky ajet na mëson se mirësia e vërtet është një kombinim i besimit të pastër me veprat e mira, me moralin e lartë dhe me durimin në prova. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani është shumë i qartë, por fatkeqësisht ne jemi larguar nga ai. Duhet që të kthehemi te Kurani, ta lexojmë, të meditojmë në thënien e tij. Kurani është shpëtuesi, udhëzuesi, udhërrëfyesi më i përkryer drejt qetësisë shpirtërore, drejt lumturisë në këtë jetë dhe shpëtimit në jetën tjetër. Është detyrë që të kapemi pas Kuranit, ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme. Inshallah, qofshim për atyre pra që kujdesen për Kuranin, e lexojnë, e kuptojnë dhe e zbatojnë në jetën e përditshme. Allahu na ndriçoft jetën, mendjen dhe zemrën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.